Gjykata e Apelit ka vendosur detyrim paraqitje për çiftin Agustin dhe Valbona Prenga, të cilët u arrestuan mbasi dhanë dëshmi të rreme në gjykatën e Lezhës mbi 2 vrasje të ndodhura 29 vite më parë. Dëshmitarët ishin thirrur për të treguar se çfarë kishte ndodhur gjatë vrasjes në vitin 1997 të Ardian dhe Majlinda Gjergji. Ky e fundit, motra e Valbona Prengës. Të dy ata konsiderohen dëshmitar okular mbasi janë shprehur se pan Gjovalin Lesin duke qelluar me armë zjarri ndaj 2 shtetasve, por ndryshe nga çfarë kishin rrëfyer në atë kohë, në gjykatën lokale të 2 bashkëshortit këmbgulën se nuk kishin qenë prezent në ngjarje dhe nuk dinin gjë. Sipas të dhënave gjyqësore, akuzuari Gjovalin Lesi, i dënuar në mungesë me burg të përjetshëm, i dorëzuar Shqipërisë vitin e kaluar dhe për këtë shkak vendimi po rishikohet. Ai akuzohet se gjatë një konflikti vrau me armë zjarri motrën dhe kunatin. Bashkëshortët Prenga, të dyshuar për dëshmi të rreme, kishin marrë mas disiplinimi për të dalë jashtë vendit nga gjykata lokale, por ata kërkuan të vendosej garanci pasurore mbasi jetojnë në Greqi dhe gruaja mbahej në trajtim mjekësor në këtë shtet. Si argument, gjykata pranoi lehtësimin e masës për faktin se çiftit nuk duhet t'i cënohet jetesa normale në shtetin grek, përsa kohë vepra për të cilën po hetohen nuk është e rëndë.